pakthim, le t'i mbyll kufit nga të katër anët, por shqiptarët i kanë pre përfundimisht biletën atij. Faleminderit. Gjithashtu, duhet të denoj me forcën më të madhe akuzat që Edi Rama bën për ndërhyrje të vendeve tjera, veçanërisht Greqisë, Kosovës, duke krijuar kështu një klim jo miqësore me këto vende me cilat Shqipëria ka marrëdhëniet më të mira dhe ndan shkëmbimet më intensive. Është në natyrën e njeriut të inkriminuar, në natyrën e diktatorëve, mbi shpatullat e cilëve rëndojnë krime të rënda, të fajsojnë gjithë botën dhe të mos njohin asnjë përgjegjësi për veten e tyre. Por populli i ka pre biletën. Kjo është e vërteta. Klajdi Bodri, Syri Televizion. Zoti Berisha, nga Policia e Shtetit, por dhe nga Ministria e Brendshme nuk ka asnjë reagim në lidhje me këtë ngjarje. Paktën dhe nga interesimet, kam vendosur mos ketë reagim, ndoshta policia mund të ketë një reagim nga informacionet tuaja, ndoshta edhe nga komunikimet. Cili është motivi që të paktën i kanë komunikuar zyrtarët